Në kuadër të ditës ndërkombëtare në ndihmë të jetimëve, Instituti Kombëtar i Integrimit të Jetimëve Shqiptar ka organizuar një sër aktivitetesh në kryeqytet, ku morën pjesë më shumë se 200 fëmijë jetim nga e gjithë Shqipëria. Aktiviteti ka filluar në sheshin Skënderbej me një marshim simbolik përgjatë bulevardit qendror, duke u ndalur në Parkun Rinia. Të pranishmit në këtë aktivitet kanë dhuruar gjak në ndihmë të fëmijëve të sëmurë që përballen me mungesën e gjakut në spitale. Politikanë dhe personalitetet të spikatura të artit e biznesit i bën apel shtetit dhe opinionit publik që të tregohet më i vëmendshëm ndaj kësaj shtrese dhe të angazhohet me masa dhe strategji konkrete për integrimin e jetimëve në shoqëri. Edhe zonja e parë të Uta Topi ka kërkuar mbështetje konkrete nga politika për këta fëmijë. Tu një rol mjaft të veçantë luan politika shqiptare me ligjet e saj, sepse kjo shtresë nuk ka nevojë më për mëshirë, por ka nevojë që kjo shtresë të edukohet sa më mirë, të punësohet sa më mirë, të integrohet në jetën e gjithë shoqërisë sonë. Prandaj unë i bëj apel, sepse mendoj se kjo është një ditë reflektimi dhe një ditë apeli për mbar shoqërinë tonë. Jemi këtu për të apeluar për të thënë se data 20 maj nuk është ditë feste. Data 20 maj është një ditë apel që na bëjnë të gjithë të kuptojmë që kemi detyrimin dhe ligjor dhe moral që këtë pjesë të shoqërisë ta integrojmë realisht, butë dhe pa probleme. Ne kemi marrë vit për vit të gjithë fëmijët jetim që duan të hyjnë në universitet. Njëkohësisht kemi marrë dhe fëmijë të jetim të këtyre policëve të vrarë. Vjet kemi marrë 16 fëmijë, si vjet do të marrim prapë. Gjithmonë do të jemi në krah të këtyre njerëzve që nuk kanë përkrahjen e prindërve dhe mendoj që është një kontribut publik. Është një kontribut bamirësie që na takon ta bëjmë të gjithë. Koncepti i jetimit nuk është vetëm biologjik, por ka një kuptim shumë më të gjerë, në qoftë se shoqëria nuk interesohet, në qoftë se shteti nuk bën detyrën e tij, në qoftë se të gjithë individualisht nuk bëjmë detyrën tonë. Dhe dashuria nuk është një gjë abstrakte, por është një gjë që manifestohet në përditshmërinë tonë. Ata që janë objekti i kësaj dite, vetë fëmijët, të cilëve pa të drejtë jeta u ka mohuar dashurinë prindërore, ngrenë zërin dhe kërkojnë që t'i mbështesin, kërkojnë integrim në shoqëri si çdo fëmijë tjetër i Republikës së Shqipërisë. Nga shteti kërkoj që kjo ditë, domethënë dita 20 maj, të mos shihet si një show mediatik, por të shihet si një ditë apeli, që neve të japim më shumë për jetimet, si nga shteti dhe nga shoqëria. Sigurisht nga shteti duam që na japin shkollim, stërhim, integrim të gjitha me radhë. Më pas aktiviteti është vendosur në Pallatin e Brigadave, ku presidenti i Republikës Vamir Topi ka dekoruar me medaljen e mirënjohjes Institutin e Integrimit të Fëmijëve Shqiptar për kontributin dhe rolin e madh që ka luajtur në integrimin e fëmijëve jetim në shoqërinë shqiptare. Të pranishëm në këtë takim përveç një përfaqësie të fëmijëve jetim, ishin dhe ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Shqipëri John Withers, përfaqësues të artit, politikan, si dhe përfaqësues të biznesit. Pasi ka marrë medaljen drejtori i institutit Zoti Çumani, ka theksuar edhe një herë se kjo ditë më shumë se ditë feste, duhet parë si një ditë sensibilizimi ndaj të gjitha strukturave shtetërore dhe të gjithë shoqërisë civile për të qenë më të vëmendshëm ndaj fëmijëve jetim. Ndërsa në fjalën e tij kreu i shtetit i ka bërë apel politikës që të jetë më e ndjeshme për këtë kategori fëmijësh, duke thënë se vëmendja ndaj tyre nuk duhet të jetë vetëm në këtë ditë, por gjatë gjithë vitit. Të inkurajoj politikën e cila të mos kujtohet vetëm kur vjen një ditë për ta kujtuar, të mos kujtohet vetëm kur i vjen një ligj për ta reformuar, por edhe brenda reformimit një ligji patjetër duhet të jetë ndjeshmëria maksimale. Gjëja më e rëndësishme që ne mund të bëjmë për këta fëmijë është t'i orientojmë ata drejt një arsimimi, drejt një shkollimi, në mënyrë që drama e tyre të minimizohet para të ardhmes tyre, para perspektivës tyre. Edhe ambasadori i Shteteve të Bashkuara John Withers theksoi se ky vlerësim që u bëhet fëmijëve jetim dhe kontributi që jepet ndaj tyre është një investim që shoqëria bën për të ardhmen e saj. Ndalesa e radhës ka qenë në Parkun Kombëtar të Malit të Dajtit, ku këtë radhë ka qenë vetë Instituti i Integrimit të Jetimëve që ka treguar mirënjohje për ata që kanë ndihmuar fëmijët jetim. Në mënyrë të veçantë, ky instituti ka dhënë titullin Simboli i vlerave humane presidentit të UFO University, zotit Astrid Veliaj, për kontributin e tij në arsimimin e fëmijëve jetim. Ky titull i është dorëzuar zotit Veliaj nga zonja e parë të Uta Topi. Instituti Kombëtar i Integrimit të Jetimëve Shqiptar i jep titullin Simbol i vlerave humane zotit Astrid Veliaj, president i UFO University. Si një ndër përfaqësuesit dinjitoz të biznesit në Shqipëri, për meritat e veçanta dhe kontributin e çmuar në ndihmë të njerëzve në nevojë, për dimensionin human në fokus të cilave ka qenë problematika sociale e fëmijëve jetim.
edhe një herë një obligim më i madh për të gjithë ne që kemi mundësira për t'ju afruar diçka këtyre fëmijëve. Ju falenderoj. Titulli simboli vlerave humane i është dhënë edhe drejtorit të përgjithshëm të kompanisë Eagle Mobile, zotit Ali Tashken, për kontributin e tij ndaj kësaj kategorie fëmijësh dhe për sensibilizimin që ka sjellë kjo kompani në bizneset vendase për t'ju ardhur në ndihmë këtyre fëmijëve. Ky aktivitet është mbyllur me një darkë miqësore ku fëmijët në praninë e politikanëve, artistëve dhe njerëzve që u kanë qëndruar atyre pranë kanë kaluar disa çaste si një familje e madhe.